Këto pamje i përkasin aksit rrugor Rinas Kashari dhe Ana Sjelltas, një nga segmentet më të rëndësishme dhe më të frekuentuara të vendit, që lidh kryeqytetin me aeroportin ndërkombëtar të Rinasit. Çdo ditë qindra automjete dhe mijëra qytetar kalojnë në këtë rrugë, e cila për shumë turist përbën kontaktin e parë me Shqipërinë. Megjithatë, ndonse shtyllat e ndriçimit qëndrojnë të vendosura përgjatë gjithë aksit, pjesa më e madhe e tyre nuk funksionon gjatë natës. Rruga mbetet në errësirë, ndërsa ndriçimi sigurohet pothuajse vetëm nga dritat e automjeteve që qarkullojnë në të. Në disa segmente mund të dallohen vetëm pak llampa të ndezura, të shpërndara sporadikisht, duke krijuar një pamje larg standardeve që kërkon një hyrje kryesore e vendit. Ky aks është porta kryesore e hyrjes për turistët dhe vizitorët që mbërrin në Shqipëri përmes aeroportit. Për këtë arsye, mungesa e ndriçimit jo vetëm që ndikon në sigurinë rrugore, por krijon edhe një imazh jo të denjë për një vend që promovon turizëm si një nga sektorët kryesorë të zhvillimit ekonomik. Banorët dhe përdoruesit e përditshëm të rrugës kërkojnë ndërhyrje nga institucionet përgjegjëse për rikthimin e ndriçimit në të gjithë gjatësinë e aksit. Ndërsa flitet për zhvillimin e infrastrukturës dhe rritjen e standardeve të turizmit shqiptar, realiteti në këtë segment rrugor vijon të mbetet i mbuluar nga errësira.